Hey, po filloj. Vazhdojmë të jemi këtu në studio me që ta kuptojnë ata që na dëgjojnë ose na shohin këtë moment. Nuk kemi ikur. Bëra një batutë shpare Gonit. Ende nga mendja. Është e sigurt akoma s'kemi ikur nga mendja, po. Se ishte situata kush do nisi kur të rikthehemi pas muzikës edhe tha Egoni, unë se Viola e bëri shpar. Edhe mua më kujtua kur ndanim çokoladat me motrën ose me vllajin që përpiqeshim të kishim në mënyrë të parapart. Zdaj mirë. Po asnjëherë nuk ndajnë. Edhe ishte edhe me vizore. Me vizore. Asnjëherë. E ke bërë ti? Unë mua më merrte më hante vllaj. Ti ke vetëm një vlla? Po. Okej. Ti e gon? Një vlla më Je madh. djali vetëm. Unë jam djali vetëm, kështu që i kam darë me veten, jam treguar shumë bujar me veten. I kam dhënë vetes time më shumë se ç'duhet. Pra, Shumë mirë ke bërë, ëh, dashuria fillon nga vetja. pikërisht. Chris Martiro, që është në studio me ne. Zhveshur tani. Wow! Po prill. Prill. Prill e sapi. Prill. S'po e themi ato tjetër. Atë jo. Atë që Chris Martiro. Gati ishte Goni gati. Chris Martiro, kur e ke bërë zhytjen më të fortë në jetën tënde? Zhytjen më të fuqishme në jetën do ta merrte tënde. fjalën i parë. Ka që shpar që e mendon këtë Me skenar gjërat e ke bërë në fush, në fushën e lojës. Para pak ditësh. Okej. Ore, jo detyrimisht. Nga fitoret e radhës. Jo detyrimisht zhytje në fushën e lojës. Unë e mora për tjetër pyetjen. Cila morë ti, zhytja realisht, pra një gjë që Kem zhyt diku. jo që e ke bë mirë në jetë. Në jetë. Po. Po zhytja i bie që dikë e ke fundosur për tu çuar. Ose mbase nuk e ke fundosur, mund të jetë ai personi është fitoria jote më e madhe, po themi. A shohun ku do të Ali Viola? Po do shkoj pak më vonë atje. Do vazhdojmë me Ti zhytjen duhet të dish. e Gonit një. Ti duhet të dish se cili ka hallet e vet. E vërtetë është. A kupton? Po, kjo e Violës s'është mirë ta bësh, domethënë edhe është, edhe s'është mirë ta bësh me zhytje. Ndonjëherë bëhet edhe me ngecje. E ke parasysh kur nisesh për të zhytur? Po, se Pa na e tregon një ja ta them unë, pika është. Domethënë një shënohet aty në tabelën elektronike, domethënë si ta ngecësh lehtë, si ta bësh me zhytje. Tani ka njerëz Si ta kalosh pap? Po, si ta kalosh pap. Ndonjëherë gabon kundërshtari vet. Edhe merr ti pikën. Edhe kjo formë e Më duket se pas ka qenë kjo. Ka gabuar kundërshtar apo jo? Jo, nuk ka gabuar kundërshtari. Apo u tregua bujar. Jo që i duart fare, domethënë ti e zhyte pa blok i thon kësaj. Si jemi në terma voleybollistik. Ka mënyra më të ndryshme. Unë e kisha shumë smooth, edhe këtë lloj zhytje që thot Viola. Erdhi nga një le të themi frymëzim i momentit, edhe ajo zhytja mu përkthye në një fitore shumë të bukur pastaj. Më dha kupën. Mirë, tani i lëm termat voleybollistik dhe kalojmë tek bëri një e kuptoj diçka më duket e Gon. Kalojmë tek historitë e thëna pa i veshur kështu me terma të tilla. Ne i duam gjëra troç. Ta lëm peshoren tani, kështu që cila është fitoria jote më e madhe në jetë? Në jetë. Ti e do nga ana profesionale apo e do nga Jo, personale. Personale. Po sigurisht është njeriu që kam krah për momentin. Dhe prandaj thash se po shkoja nga termat voleybollistik drejt prandaj edhe unë ndryshova drejt. Jo, po shkoja drejt trofeut, po e paralelizoja me një trofe, por që është absolutisht njeriu që kam në krah dhe që është një nga burimet, mos them burime më i madh i frymëzimit. Unë e shoh paktën kështu nga aq sa kam parë, kam parë si një suport madh për ty. Është vërtet. Është fat i madh se e kam dhe menaxhere artistike në të njëjtën kohë. Pra, më duhet në një e një Viola? Po më duket se e ka parë tek festat tona që kemi organizuar. Se në rrjetet sociale unë s'kam parë. Jo, shiko. Okej. Jo, puna jote është po thjesht u çudita nga një njëftë Viola prandaj. Jo, Viola ka rastisur. Në rregull, s'ka gjë.
Domethënë publikojmë edhe gjërat përbashkëta her pas here, po unë jam përpjekur që gjërat e mia personale ti mbaj personale, sepse jo për gjë, po mjaftueshëm gjëra publikojmë dhe ndajmë për njerëzit, kështu që ca gjëra ndonjëherë shijohen dhe e di çfarë më pëlqen. Realisht absolutisht e drejtë. Jo vetëm në Shqipëri po që nuk pëlqen fare, po edhe kur e bëjnë me njerëz të cilët janë personazhe të Hollywoodit apo nuk më pëlqen pse duhet bëhet lajm jeta personale e një individi. Për te pyetjes që në këtë moment vjen shumë natyrshëm, se mos e ke interpreton edhe. Po jo, të lutem. Se nuk është se po e bëjmë ne për të nxjerrë ndonjë klikim, por vjen shumë natyrshëm. Kam folur, mos kimera, kam folur për këto gjëra edhe në intervista të tjera, kështu që është. Ku i pëlqen më shumë ti asaj, tek televizioni? Tek volejbolli apo tek DJ Lëku? Të them që është peshore dhe ajo, e merr përgjigje? No. Vërtet? Po. Edhe kemi 4 ditë, 3 ditë diferencë nga ditëlindjet e njëri tjetrit. Tani po fillova me historitë edhe në këtë drejtim, do ta zgjasim shumë podcastin. Por çfarë ka thënë për shembull kur ti fillove me këtë pasionin për të bërë muzikë? Ka qenë shtysa më e madhe. Njeriu që më tha pse nuk provon bësh DJ? E i pëlqente edhe vetë për ta bërë, i pëlqen akoma edhe sot. Më thot gjithkohon, më mëso dhe mua, po thjesht s'kemi atë kohën fizike të mjaftueshme që tulemi ta praktikojmë, që do ta bëj në një të ardhme absolutisht, edhe për shef. Publik. Po, edhe për shef. Jo, ja kam thënë. Kam thënë se nuk ka lezet shtëpia pa një, ku diun, ose një event i bukur që mund bëhet ku të dy mund të jemi duke luajtur DJ, do ishte gjë shumë e bukur. Po kam shumë të përbashkëta me të. Kam jashtëzakonisht shumë përbashkëta. Ndonjëherë më duket vetja kështu si 2 pika ujë, sigurisht kam njohur prej. Është partneri është DJ? Ja. Okay. Ka qejf. I pëlqen shumë muzika, ka qejf të mësoj dhe do donte kështu mendoj me një imagjinat që mund t'i kaloj kështu spontanisht që një ditë ishim në stage të dy duke luajtur. Po pse jo, do ishte bukur. Po, është në fakt janë 2 DJ që janë me famë botërore. Charlotte David fakt. Po, burrë grua dhe bëjnë shumë sensacion në këtë botën e showbizit dhe të muzikës. Gjithsesi, do thuash ti, po se ndajmë shumë hapësirat të përbashkëta. Domethënë, ajo më ndjek gjithandej normalisht me volejbollin, i kemi punët shumë afër, kemi përballë me njëri tjetrin, domethënë, nëpër festa kudo jemi bashkë. Edhe do thuash ti, je gjithandej bashk, edhe ke muzika do që ta fusësh aty në stage. Po dali një sekond se i pas keni punët përballë njëri tjetrit. Mos thuaj që është në televizion tjetër apo ja. Jo, a? Ja, është. Okej, në rregull. Tek godina ku është televizioni, po bëri lidhjen. Okej. Jo, kemi vërtet shumë pika të përbashkëta dhe është fat edhe këtu, shumë i madh, sepse janë ca halle më pak në jetë. Po, vërtet, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme që ti të mos rish të shpjegohesh çfarë po bën apo ku do shkosh apo pse bëre këtë, pse bëre atë, sepse janë ca gjëra që kur i ka patë vetë me sytë e veta si funksionojnë apo si bëhen, është e qetë dhe kjo qetësia është çfarë e çon përpara. Komunikimi mbi gjithçka tjetër. Patjetër. Komunikimi mbi gjithçka tjetër. Je kështu natyrë romantike apo? Se duhet kuptoj pak këtë natyrën tënde me. Unë mendoj që jam, po më kanë thënë që s'jam aq shumë. Okay. Tani në sensin do të thosh. Cilat janë kritikat? Kritikat. Për shembull, dhuron lule për çdo përvjetor? Shiko, kur nisë një shiko. Çfarë janë këto? Çfarë se kuptoj? Lule. Jo, se nuk i ka qef. Okej. Më besoj që nuk ka asnjë vajzë që nuk i ka qef lulet. Jo, dakord, po nuk është se janë kështu, wow, më ka ardhur kjo lulja edhe s'po bëj gjë sot se e kryva misionin. Se më erdhi lulja, domethënë. Nuk është se është kështu. Jo. Jam romantik sepse jam njëri që mendoj më shumë për eksperjenca se sa për gjëra fizike apo ku diun për dhurata. Dhuratat janë të rëndësishme dhe i bëj sigurisht, po mendoj për shembull për të formoj eksperjenca, kujtime. Udhëtime kam parë unë. Po, udhëtimet i kam. Të udhëtimet e fundit kanë qenë pak nga çfarë është postuar në rrjetet sociale, kanë qenë me vërtet goxha aventura. Po, kemi 2 vite se kemi dhe çështja është që kemi rreth përbashkët shoqëror. Pra unë kur duhet dal me shokët e mi, jam dhe me partnerën time, dhe ajo me të vetët, jam dhe unë atje dhe nuk para kemi kështu ndarje. Sigurisht koha me çunat është koha me çunat.
Egon ti e di shumë mirë këtë. E vërtet është. Edhe pse dhe me çunat ndonjëherë e marr me vete sepse kënaqet aty edhe kemi çfarë ndajmë gjëra. Është fani kjo pjesa, po udhëtimet po. Kemi rreth shumë të madh, të mirë, të ngushtë shoqëror dhe kemi kaluar ca pushime të bukura, sidomos 2 vitet e fundit, me që dolim te pushimet. Kemi qenë në Azi 2 vite të fundit, në Vietnam, Tajland, në ku kemi qenë, Kuala Lumpur, në Indi. Pra kemi bërë ca tripe të gjata të bukura dhe me të vërtet janë highlighti i vitit. Janë për mua me zi pres të vi ai gushti. Ti fik të gjitha se i gushti shumë pritur. Po, për ne të dy po njerëz, se kur je në televizion dhe ke një kontratë që është gjithë vjeçare, je për ditën e emision mëngjesi, nuk ka pushime për ty. Domethënë, kështu që ato gushti shfrytëzoje mirë. Bajrami, 14 marsi, ku di unë, 7 marsi, 8 marsi nuk ekzistojnë për ne në televizion. Janë pushim për pjesën tjetër, ndërsa neve duhet pushojmë vetëm kur marrim atë lejen e vjetore të madhe. Por shumë e vërtetë është ajo që thetë, ta dish me Viola, që për ne çunat, koha me çunat është gjëja më e shenjtë, nuk e zvendçon asgjë tjetër. Më e shenjtë, s'do e pranoja këtë. Ja. Arten DJ më i mirë prej krejtëve, sapo na e konfirmoi. Ska si koha me çunat. Ishte efekti më i bukur. Është një dashuri që unë sta përshkruaj, është një bromën si sta përshkruaj. Për ne gocat, koha me gocat është më e shenjtë. Nuk është njësoj si koha me çunat. Jo se ju nxirrni thikat edhe hanxharët me njëra tjetrën. Jo, çështja është ne çunat, për shembull kur jemi me njëri tjetrin, shahemi, pullizohemi me njëri tjetrin, po në lloj formash kreative, në forma më të ndryshme. Hapet libri i shtëpisë aty. Do të thënë e prekim njëri tjetrin pikat më të dobta, po e bëjmë me një lloj dashurie që të dy e kuptojmë, të tretë, katërt sa jemi atje në tavolinë. Dhe kjo është gjë më e bukur, sepse kur ikim pastaj nga ajo tavolina dhe flasim me dikë tjetër për shokun, e ngrejmë në qiell, flasim gjërat më bukura. Se ne gocat jemi kështu, jemi, ua zemra sa e bukur e bërë sot. E themi si ishte bë ajo. Me atë ishte ndërkohë para se të takohesh me këtë tjetër. Tani e vërteta zgëm, po duhet thënë ndonjëherë. Momenti më i sikletshëm që të ka ndodhur live në televizion, Chris. Sa duhet? Bugati Arten për të vendosur efektin e radhës. Artenin e quaj Papi, sepse na ka ndodhur një episod shumë i këndshëm në televizion. Viti parë që unë dilja në transmetim, jepja lajmet, dhe bëj një lapsus tek ishin ato ditët e fund vitit, është Papa që del, që thot urbi et orbi, bën atë urimin e fund vitit. Nuk e di si më lidhet gjua atje dhe i them Papës Papi, dhe më shkoi në mendje Papi Çulo, çfarë nuk më erdhi atje, vetëm Papa nuk më erdhi. Dhe vetëm kur dëgjoj një hapet kufja e regjisë, që ndronte Arteni në regji tek ai televizion, edhe vetëm kur më lëshon një të qeshme me sa kishte shpirt, domethënë më e fortë se kjo. Më e fortë se kjo, edhe unë isha kështu, domethënë mund të ishte java parë që isha në ekran, domethënë bluza ime, këmisha ime nga mbrapa mund të ishte uj normale dhe faleminderit, natë mirë. Se nuk ke, do të thotë, s'ke dhënë eksperiencë si ti menaxhor sa situata si duhet, po kjo është një nga ato gjërat e sikletshme të bukura që e kujtoj dhe ja na ka lënë dhe na ka pakzuar me një nickname me njëri tjetrin. Papi Endorbi. Thirremi kështu. Papi Uron. Papi ka qenë një nga emrat që e kam diskutuar me Artenin, ta vendosja kështu si emër artistik. DJ Papi apo jo? Po jo, u martirizova. Sa e bukur kjo, shumë e bukur, po besoj nuk e ke patur më këtë lloj, po themi sikleti kur ke moderuar. Situata ndodhi. Jo, shiko, e di si është çështja, momentet vështira, sidomos kur je live, ka pafund, ka çdo ditë, me thënë drejtën. Se ikën linja, ikën i ftuari, ka ca tema që ti sjellësh kompetent për ti trajtuar. E di çfarë më kujtohet një situatë imja. Ju të dy jeni live mos gaboj, ëh? Po. Po ska, nuk e bën dot emision, vetëm emisionin e mëngjesit se bën dot me regjistrim. Po nuk ta regjistrosh në mbrëmje, po. Po. Domethënë nxjerrësh gazetat e mëngjesit që në mbrëm. Çan deri kam ti me dy personazhe që janë live. Po ke bërë dhe ti, diku. E kam bërë unë, po. Aha. Edhe okay, që ta tregoj këtë situatën për të thënë që është e zakonshme ndodhin lapsuse dhe situata të tilla. Se mund të jesh super përgjumësh, ashtu siç kam qenë unë atë ditë, edhe në vend i thoja
të ftuarit, faleminderit zoti Stefa, i thash faleminderit zoti Ftesa, na bën një stef për në karnaval. Kështu ka shumë. Kështu ka shumë. Ja dhe ndrove vendet me gjithmonë. Sa e madh. Po isha për gjumësh, nuk më kishte dalë gjumi akoma. Faleminderit zoti Ftesa, ta bëni një stef për në atje po. Ka ndodhur për shembull edhe një episod i sikletshëm që shpresoj të jetë zhdukur ajo videoja nga YouTube-i, se nuk e mbaj mend në këmbë. Do ta kërkoj direkt sa gati, ha. Po them emrin tamam. Ka hapur një faqe memesh e gon. Jo, kisha një personazh që nuk e njihja, për vërtet. Unë vija nga një udhim, kisha qenë jashtë shtetit dhe kisha bërë skaletën të premten gati, e dija kush do mvitë në studio, isha përgatitur gjitha me radhë. Dhe autori kishte ndryshuar emrin e të ftuarit, unë isha për një udhim në Zvicër, jam kthyer orët e vona të dielës, domethënë. Pas mesnate dhe në orën 6 duhet isha në punë në mëngjes dhe nuk isha ndjeni që ishte ndruar personazhi. Pra kisha violën premten, kishte Ardegonit të hënën edhe nga që nuk e dija kush ishte, mendova që mendja se edhe pa gjumë, udhtim i lodhshëm e të gjitha me radhë, shkoj edhe e prezantoj sikur ishte ai i të premtes, pra ai personazhi që isha në skaletë të premten. Edhe të them ty Viola mirëmëngjes, mirë se erdhe. Sigurisht jo Viola, po një emër tjetër, diun Gzimi. Mirë se erdhe Gzimi. Edhe veten Gzimi edhe. Gzimi shkret nuk u bë si ajo memja që i thotë ajo unë jam ajo dhe e kam më të shenjtë se sa. Emisioni juaj. Po e shkreta. Do ta ftojmë atë zonë se është shkrimtar i mirë. U tregua shumë mirë kuptuese, u përtyp një herë dhe e kuptova në moment gabimin dhe u korrigjova, thash ndjes 100 herë, më falni, thash. Dhe vazhdoi programi. Mirë, okay, nuk asu denoncova. E korrigjove edhe si thua shpëtove, kështu që nuk besoj që kishte nevojë të bëj meme, sepse e ndryshove më një herë në moment. Po, memja sot ka vetëm pjesën e parë, po. Edhe transformon dhe pastaj s'dihet më se ç'bëhet me ty. Me jetën tënde. Jo, thjesht je bër i famshëm pa e kuptuar. Del nga puna dhe kupton që je bër. Shumë vërtet kjo, po. Po bëre meme i famshëm.